Kur në mesin e dhjetorit të vitit 2017, një ndërtesë e bukur në hyrjet Rubikut priste prerjen e shiritit të inaugurimit, pa kush mund ta kuptonte rëndësinë e vërtetë të këtij objekti që mori emrin Infokulla. Ishte një projekt që nuk synonte vetëm ngritjen e një godine moderne, por krijimin e një qendre informacioni, kulture dhe promovimi për gjithë trevën e Mirditës. Ndër ato pak njerëz që besonin fort në suksesin dhe jetëgjatësinë e këtij institucioni, ishte ideatorja dhe realizuesja e tij, humanistja austriake Marian Graf. Ajo gjeti mbështetjen e Bashkisë Mirdit jo vetëm për truallin ku do të ndërtojë objekti, por dhe për stafin që do ta mbante funksional në vimësi. Në atë kohë, mua personalisht mu besua detyra për instalimin e rrjetit të internetit, të kompjuterve, printerve dhe gjithë teknologjisë informatike që do t'i shërbente Infokullës. Në fakt, që për asaj kohe deri më sot, Infokulla nuk ka pushuar asnjë ditë së funksionuari, duke tejkaluar të gjitha parashikimet e 9 viteve më parë, kur nisi rrugtimin e saj. Sot ajo është kthyer në një institucion të rëndësishëm informimi dhe promovimi për Mirditën, në këtë qendër që vazhdimisht përcjell informacion mbi pasuritë natyrore, historike dhe kulturore të Mirditës, ofrohen edhe shërbime të tjera në funksion të turizmit malor. Janë vendosur tabela orientuese dhe pointe informuese në rrugë malore në mënyrë që turistët të orientohen më lehtë dhe të kenë një udhtim sa më të sigurt. Por kontributi i Marian Graf për Mirditën nuk ndalet vetëm tek Infokulla. Për më shumë se 3 dekada ajo është bërë një nga zërat më të rëndësishëm në promovimin e kësaj treve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Me pasionin dhe përkushtimin e saj, ajo ka dokumentuar historinë, traditat, kishat, kullat dhe monumentet e Mirditës, duke i kthyer ato në një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Marian Graf ka kontribuar edhe në rivitalizimin e kullave të vjetra mirditore, të cilat ajo i konsideron dëshmitare të gjalla të historisë dhe identitetit të kësaj zone. Fal punës së saj këmbgulse, shumë vlera të harruara të Mirditës janë rikthyer në vëmendjen publike dhe turistike. Infokulla ka shërbyer ndër vite edhe si qendër aktivitetesh kulturore, konferencash dhe takimesh të ndryshme. Fal ambienteve të përshtatshme që ofron, brenda saj ndodhet dhe një mini kinema ku vizitorët u shfaqet historia e Mirditës ndër shekuj deri në ditët e sotme. Këtë herë ishte vetë e zonja shtëpisë, Marian Graf, ajo që paraqiti para të pranishme botimin më të ri të saj Mirdita, një album cilësor me fotografi dhe materiale promovuese ku paraqiten resurset natyrore, historike dhe turistike që posedon kjo trevë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Sipas Marian Graf, në Mirdit është ulur këmbkryq mbreti i botës, duke i referuar malit të Munellës dhe pasurive të jashtëzakonshme që ai mbart. Në fjalën e saj, ajo kujtoi fillimet e saj të punës në Shqipëri. Kur mbërrita në Shqipëri në vitin 1992, Mirdita nuk ekzistonte në informacion. Në hartët dhe botimet e kohës shfaqej një hapësirë bosh. Askush nuk dinte se këtu ndodhej Rubiku me historitë e tij, se në vel ishte hapur shkolla parë shqipe, se ekzistonin kishat historike. Oroshi me traditën dhe historinë e vet, Domgjoni me gurrën e lashtë dhe origjinën e Gjergjfishtës, nuk flitej për Spaqin, për 7 kishet e tij apo për kullat karakteristike si ajo Jozef Ndocit. Jakova me interes, të qetën një vetmin liber udhëtimesh, një udhëtimesh artistike në formë libri nga arkeologut dhe historiani i njohur i artit Guntram Koch. Lutem. Ishte 336 faqe i qartë, dhe nuk përbante absolutisht asgjë rreth Mirditës të malësive qendrore veriore. Ai udhëtoi atje disa herë midis viteve 82 dhe 90 u pëtuar qërëthisht, por nuk u lejuar të hynte në atë zonë. Shiko vetë. Këtu është një ditë, me falni nuk del shumë mirë, po nuk ka reshen, nuk është,
po nuk ai ka ditë, po nuk ishte brenda. Nuk kanë ditë që eksiston. I dytë, kanë kaluar drejvëjet e 5 vjetë dhe ende nuk ka një libër që përfshirës ka mjedita. Sigurisht e ka studime të njanshme shumë interesante, po mungon pamje e plot. Tjetër, ka shumë teorizme të ankesa nëse mjedita nuk vlerësohet. Por, lutem shumë, kush në Tiranë ka një kuptim që përfshirës të asaj që është mjedita. Ndërsa shkrimtari dhe publicisti Ndue Dedaj u shpreh se, më shumë se kushdo, këtë libër mund ta shkruante Marian Graf, sepse ajo ka shkelur çdo pëllëm kësaj toke, ndoshta më mirë se edhe ne që jemi prej këtu. Besoj unikale të Shqipërisë për promovimin e vlerave të turizmit, trashëgimisë kulturore, dhe të visarit autentik që kanë të treva dhe jo edhe mjedita. Kështu që unë bashkohem me mendimin e profesor Markut që një libër të tillë mund ta shkruante vetëm një individ, një autore, një personalitet si zonja Mariana Graf, që e ka shkel në plan të tokë më mirë se ne që jemi prej këtu. Dhe e ka nisë me rubikun me të zonë, po themi të ullë, në ana geografike, dhe ka mbrit deri në Burspaq, deri në Trang, dhe duhet me shku me I pa ato vende, na thotë zonja Graf, nëpërmjet albumit të saj. Në këtë takim foli dhe ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Monika Zak. Marianne është një njerëz jashtëzakonshme, shumë e veçantë për këtë rajon, po edhe për Shqipëri, edhe bilateral relations, so to say, a very special person, as was already said. And Takimi u moderua nga profesori I Universitetit Tiranës Mark Marku. Por një pjesë janë libra të tipit eksotik, që shprehin këndvështrimin e autorit ashtu siç një I huaj e shikon një vend, në mënyrë kurreshtare, në mënyrë aventureske etj. Janë gjithsesi libra shumë të mirë. Por libri I zonës Graf ka diçka që I kalon të gjithë të libra. Ndoshta për nga lloji mund të krahasohet me librat e Dorhan Jushkin. Pse? Sepse në këtë libër unë jam vetë nga Mirdita, normalisht e njoh Mirditën dhe nuk pres që të më prezantohet nga një, po themi, çfarë lloji autori Mirdita. Por ky libër është mendoj një libër jashtëzakonisht sintetik, jashtëzakonisht përfaqësues, dhe edhe unë që e njoh Mirditën mirë, edhe si gjithë ju që jeni pjesa më e madhe e Mirditor, praktikisht gjej një Mirdit ashtu siç ajo është në të vërtetë. Në përfundim të pranishmit vizituan ambientet e ndryshme të Infokullës dhe hapësirat përreth, duke u njohur nga afër me punën dhe misionin e këtij institucioni tashmë të rëndësishëm për Mirditën dhe gjithë veriun e vendit.